Me lot në sy jam, trimi trimave, mjeku i QKK-s plot emocion rrëfen takimin me Thaçin. Njëri prej mjekëve i cili pati rastin të takonte ish presidentin Hashim Thaçi që erdhi për vizitë nga Haga për babain e tij të sëmur ka ndarë për publikun emocionet e tij të atyre momenteve. Me lot në sy jam, presidentin e kam taku me lot në sy. Jam krenar që e takova në klinikën interne në kardiologji. E kam përcjell deri tek shkallët që ka qenë siguri e llahtarshme, ka thënë tekniku i radiologjisë Selman Rexhepi. Me lot në sy kam qenë beso, shumë emocione kam pas, një luftarak i madh i çështjes kombëtare, me që në Hag është shumë e padrejtë. Ai tregoi se ish presidenti Thaçi qëndroi tek babai i tij në QKK për 3 orë, por komunikimin me të pranishmit e pati shumë të kufizuar, shumë shpejt, veç përshëndetjeve, sepse nuk lejonte u leksi, më duket qëndroi 3 orë. Më tutje, rrëfeu se prezent në klinikën interne ishin edhe 2 motrat e ish presidentit Thaçi, familjarët e përjetuan shumë rënd. President ka qenë dhe kemi ai, me u gjendë në burg është shumë e vështirë, e kemi trimi trimave, ndër të tjera i foli edhe për gjendjen shëndetësore të babait të ish presidentit Thaçi. Gjendja nuk e ka të mirë, por do edhe Zoti e ndihma e mjekëve çka mund të bëjnë për të.